Përpjekjet e ndërmarra gjatë fundjavës për të hapur një bypass dhe një rrugë dytësore provizore në aksin Librasht-Prenjas nuk dhan rezultat. Sipas kreut të autoritetit rrugor shqiptar, Ami Kozeli, të dy segmentet e hapura kanë psuar fundosje dhe rrëshqitje toke, duke dëmtuar punimet e kryera dhe duke bërë të pamundur kalimin e mjeteve. Situata paraqitet kritike. Ajo që ne shpresuam që ishte një plan rrëshqitje deri në 6 metra, rezultoi që nuk është i tillë. Ne kemi rrëshqitje aktive. Masat paraprake të marra për krijimin e bypassit dhe të asaj unazës sekondare nuk rezultuan efektive, kështu që aksi do të vijë të mbetet i mbyllur. Për arsye sigurie janë tërhequr mjetet e firmës së zbatuese dhe kanë ndaluar qarkullimin i automjeteve dhe i komsorëve. Sipas ARSH-s, aktualisht nuk rrezikojnë banesa për rreth, megjithëse ato po mbahen në monitorim të vazhdueshëm. Kozeli njoftoi se po shqyrtohet një plan tjetër për rrugë alternative që mund të lejojnë kalimin e mjeteve, midis mundësive për diskutuar edhe përdorimin e rrugëve ekzistuese të Spatharit për autoveturat, si dhe hapjen e një rruge sekondare në zonën e Dragostunjës. Autoritetet shtetërore do të kryejnë një rivlerësim urgjent gjeologjik dhe teknik, pasi terreni paraqitet i paqëndrueshëm dhe sfidues për ndërhyrje. Ndërkohë, aksin Librasht-Prenjas mbetet i bllokuar që prej ditës së shtunë, duke krijuar vështirësi të mëdha në lëvizje drejt juglindjes së vendit.